Me qenë se kemi pas një qeveri ose edhe një ministri në detyrë, nuk është që kemi mujt me i shtrull vazhdimisht kërkesat për faktin që edhe ata si ministri në detyrë kanë pas kompetenca jo të plota, i kanë të kufizuar, prandaj tash po presmi që të reflektojnë karshi kërkesave të sindikatave në përgjithësi. Konkretisht, Ministria e Shëndetësisë, ne i kemi bën një shkresë, një email ministrit, i kemi kërku një takim të vazhdojmë aty ku kemi mbet me grupet punuese, të cilat kanë punu në drejtim të hartimit të kontratës kolektive, e cila na mungon çdo kohë dhe ka kriju shumë handicap përgjithsisht në institucionet shëndetësore. Kem shpresë që do të arrijmë një marrëveshje, një kontratë, të cilën e kemi edhe premtim pi ministrit në mandatin e kaluar dhe po shpresoj tani që janë pje kushtet që të nënshkruhet kontrata kolektive. Konsideroj që qeveria këtë herë duhet ta nxjerrë si prioritet shëndetësinë, për arsye të për disa herë të cekura që shëndetësia publike ka nevojë më shumë se kur të investohet në të forcohet shumë për arsye të kërkesave të ndryshme dhe shpenzimeve që bëhen të kota jashtë në shtetet përreth, po edhe në shtetet më të larta për të kërkuar një trajtim shëndetësor. Ne e dim që shëndetësia është një oqean veti me kërkesat, megjithatë, po që se shtrohet si prioritet nga ana e qeverisë së tanishme, konsideroj që do të rregullohet mirë dhe ka mundësi vetë duhet të ketë vullnet, të punohet me përkushtim dhe thjesht ta shohim shëndetësinë publike si diçka që është shërbim dhe nevojë imediate e qytetarëve të Kosovës. Shpresat janë që këtë herë qeveria do ta trajtojë sepse konsideroj që edhe vetë kanë pasur që shëndetësia ka nevojë shumë për investim, ka nevojë për një menaxhim shumë të mirë dhe shpresat e sindikatës janë që do të bëhet pak më mirë se çka qenë. Shiqo, në përgjithësi, ju e dini që shëndetësia edhe pse her pas here është intervenu, po ka një kosto shumë të madhe, shëndetësia është shumë e shtrenjtë, e dini edhe nivel të botës për shembull nuk është shëndetësia që s'ka shumë kosto, po momentalisht nuk është që është në gjendjen më të mirë të mundshme, ju e dini që kemi probleme me infrastrukturën brenda institucioneve shëndetësore, kemi edhe mungesë të punëtorëve shëndetësor në përgjithësi në disa prej klinikave, tani ishte një konkurs dhe janë punësuar rreth 100 infermier, po karshi kërkesave konsideroj që duhet punësohen shumë më shumë, ose për të ofruar shteteve përreth shteteve të rajonit, menoj që 3-4.000 punëtorë minimum duhet të punësohen në shëndetësinë publike për të plotësuar kërkesat e qytetarëve. Shëndetësia nuk duhet shihet si prodhim që një sektor ose një klinik ka kry kaq pacienta, duhet të jetë një lloj preventive shëndetësia të shihet dhe të trajtohet me shumë delikatesë. E dini fort mirë që kemi akoma listat pritjes në shumë klinika, për shumë inqizime, kemi mungesë të barnave esenciale, kemi mungesë të infrastrukturës, kemi mungesë ndoshta edhe të mjeteve më të thjeshta për punëtorë shëndetësor, të u bazuar edhe me një mantel ose me një veshje mbathje që duhet ta kenë punëtorët shëndetësor. Kam shpresë shumë se këtë mandat qeveria ka me trajtu me prioritet shëndetësinë. Njeriu është është vazhdimsi në kërkim më të mirës. Karshi inflacionit, karshi rritjes së çmimeve, konsideroj që pagat duhet ndryshohen në përgjithësi, duhet ketë rritje të pagave, po na e kemi një shqetësim tjetër, gjë për të cilën do t'ja drejtojmë ministrit në takimin që besoj që do të na thret, çështjen e rrezikshmërisë, e cila absolutisht nuk zbatohet, i kemi disa kujdestari të cilat në vazhdimsi, sidomos infermierët kanë në vazhdimsi këto kërkesa, kujdestari të ndryshme, fundjavat janë disa të drejta të cilat konsideroj që duhet të avancohen. Përveç pagave që është jetike, është diçka që është e padiskutueshme dhe thash që bazuar në inflacionin duhet sigurisht që të ndryshohet, të bëhet ngritja e vlerës së koeficientit sipas pagës minimale, ashtu që kanë pas proklamuar më herët. SHSKUK ka thënë që është në bazë të një udhëzimi administrativ. Po udhëzimi administrativ është një akt juridik i cili nënshkruhet nga ministri dhe nuk është diçka një akt që lypet shumë procedurë për ta ndryshuar. Prandaj konsideroj që duhet të ndryshohet, duhet heqet kjo pagesë. Ndoshta dikush do të sheh me syrin kritik për këto që po e them, po konsideroj që është barë shumë e madhe për qytetarin, sepse ju e dini dhe duhet jemi të sinqertë se në shëndetësinë publike më shumë frekuentojnë shtresat e mesme
dhe ata të cilët kanë të hyra të mira dhe kanë një jetë pak më të ngritur, në shumicën e rasteve shkojnë në për spitalet private. Prandaj tu e pas parasysh këtë shtresë, këtë kategori e cila frekuenton klinikën, domethënë ÇKU-kën në këtë rast, është një barë shumë e madhe, për arsye sepse pacienti ose përcjellësi do të paguajnë parking 4-5 euro, do të paguajnë një natë 3 euro, po çështja është që sikur të rregullohet shëndetësia, sikur të bëhet punësimi fiks sa kërkon, sipas rregulloreve, sipas legjislacionit sa lypën punëtor shëndetësor, në rrethana normale ose me një shtet normal, infermieri kujdeset për pacientin. Mirë, po na përveç për kujdesës për pacientin, na e kemi edhe një shqetësim shtesë ku barnat zakonisht mungojnë disa prej tyre në për shumë klinika, prandaj infermieri nuk mund të shkon në barnatore private mja ble këto barna ose mjetet të cilat i duhen për një intervenim. Prandaj me një farë forme, jo që edhe qytetari nuk besoj qërre me knatësinë në ÇKU për të kujdes për familjarin, sepse me siguri lën punë keq atje në familjen e vet për të kujdes për pacientin, për familjarin këtë rast, dhe në qoftë se përveç gjendjes emocionale që e ka të ngarkuar mjaftueshëm si përcjellës i familjarit, i ngarkohet edhe gjendja financiare, prandaj konsideroj që duhet shqyrtohet me shumë delikatesë, të shqyrtohet edhe udhëzim administrativ, nuk është akt që s'mund ndryshohet preministri shumë shpejt, edhe mendoj që është barë e panevojshme për përcjellësit në këtë rast. Në qoftë se qëllimi ka qenë për me i largu përcjellësit, kjo nuk është mënyra, domethënë. Nuk është mënyra sepse duhet i krijohet kushtet, duhet të jepet gjithë terapinë ta kenë pacienti dhe ta kenë përkujdesjen infermierore siç kërkohet me ligj dhe me rregullore në gjithë botën në gjitha shtetet e zhvilluara. Prandaj derisa si ka këto ekip pamundshme unë e shoh plot përcjellës pacientëve kur rinë nëpër korridore, flajnë në karrikat korridor për ta prit, kur mjeku, infermieri shkon edhe i kërkon që të blejë terapi për familjarin. Prandaj mos mendoni që është luks me qëndru në klinikë, është një përgjithësi, është shumë e rëndë me qëndru në për ambientet të klinikave përgjithsisht. Po besoj që do të ketë vullnet dhe do të shqyrtohet, nuk besoj që do të i rëndojnë edhe më tej qytetarët me këtë pagesë.